Tja dhe sigurisht e ka opinionin e saj, ndoshta ndryshe nga jo, mirë po... Po, patjetër, jo, ka patjetër që e ka, po unë vetë fake që ajo na flasë për sigurinë e Izraelit, ku Hamasës ka lidhje fare me Izrael për momentet. Ka armë pushim, ka sipas jush armë pushim dhe do të vazhdoj apo jo armë pushim? Me kë ka lidhje Hamasi, shok, me kë ka lidhje me ju? O, zonja, ka mundësi të flasë? Të lutem. Edhe njerë. Nëse bani me në bisedën e fundit që patëm në studio, para një jave besoj, e thash, duhet të bëm pyetje vetës, kush insiston dhe për nuk do në jarën pushim, kush ishte për një, jo për një jarën pushim, ka qenë Izraeli nga dita një, që atëherë, Netanyahu personalisht. Për arsye, do ketë Hamasi që ta prishat marrëveshje sot. Asë dhe një, ai ka përquar ka një vit që kërkon paqe armë pushim. Tani, budallin të më ta kuptojnë që Hamasi është për luft. E kemi parë si që ka bërë Izraelin në Gaza, e di ka parë gjithë bota, njerëzët më manjak që ka sot për sot bota, atje ushtria aty është më manjake, më gjak eturit, kanë bra 20.000 fëmijë, edhe e mbanë edhe kokën të Hitler, më pak ta pranojmë, kemi bërë se duam ta bëjmë, mos na bëjmë fshemi jo mbrapa Hamasi, nuk është Hamasi, o keni shkuar ke një agent të saktë. Kujto 7 tetorin 23. Kujtoj pak. Jo, nuk kujtoj 7 tetorin, kujtoj 1948, atëherë, ju gjenocidin tuaj të parë, atëherë Ju lutem shumë, sepse kemi dhe një të ftuar të në studio dhe dua ta inkuadroj Bardhen. Armë pushimi do qëndroj, them unë se Witkoff edhe gjatë kush në kanë shkuar vetë në Izrael për të bërë presion drejt për drejt në të njahut, që të përmbahet, sa nuk i mba asë njerë, nuk i mba marrëveshjeve, e ka para gjithë bota se kushtaj. Edhe që Trumpi i intereson një paqe afatgjat në lindjen e mesme dhe dihet që Izraeli është destabilizuesi numër 1 në rajon. Po kërkoj një paqe afatgjat, një armë pushim kohor, një javësh, 2 javësh. Me shtate kemi një... Janë pranë 80 në Palestinës vetëm vjen 150 ton bomba në hedhë dje në Palestinë, në Gaza. Aq të paftyr, aq gjaketur janë. Pse mbajnë 100 doktor, i mbajnë akoma në përbuqe, që i ka marrë që nga para një viti, pas një lloj dënimi, i mbajnë kod në paraburgim. Këto janë Izraelitët, e në flasin për drejta humanitare në përbot. Në fjalë, unë do them që Hamasi do e qëndrojë marrëveshjes, sepse ka thënë që do i qëndrojë marrëveshjes, i ka ndaj që ditën e parë, edhe ka për një është për paqe afatgjat, po Izraeli kërkon, ka agjenda tjera. Punon me 2 porta. E kemi parë se qartë. Flasim nga një sy tjetër, apo nga një këndvështrim tjetër, nga ajo që ju shihni dhe njeni zhvillimet që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është shqetësuese për vetë administratën Trump. Kjo që është duke ndodhur ka qenë e parashikuar, nga që një marrëveshje goxha e vështirë për të implementuar. Po, Gonxha, unë në fakt e shoh këtë pjesën se qysh është inkuadru në këto bisedime Amerika dhe këto bisedime të fundit unë i shoh si një farfarse ku Netanyahu në një farë mënyre ka dashur me botë pamundun që Trump me marrë çmimin e tij, cilin ai është e lyp kështu dëshpërimisht, që është çmimi Nobel për paqe. Kjo është ndodhur thash edhe me Ukrainën në takimin cilin Trump dën me e bo me Putin. Pra, interesi i Trump është çmimi për paqe, çmimi Nobel për paqe? Në fakt, interesi i vetëm i Trump, jo i krejt administratës amerikane, po i vetëm i Trump personalisht është çmimi Nobel për paqe. Pra, ti nuk i intereson se çfarë ndodh realisht në lidhje të mesme mes palestinezëve dhe izraelitëve? Shumë pak i intereson për shkak se nuk mundet me umri një marrëveshje mes 2 palëve, të cilat janë në një konflikt kaq të madh me umri një marrëveshje brenda 2-3 ditëve. Do më thonë, na jemi në një pozicion ku një shtet tashmë gjenocidal, i cili është Izraeli, edhe një grup terrorist, asnjëri nuk e shohin veten në një paqe afatgjate për shkak se të dyja janë duke arrit qëllimet e veta në formën e vet. Do më thonë, Hamasi e ka arrit që Izraelin para të gjithë botës me e shndruar në këtë shtetin gjenocidal, kisha mujt me qujt, për shkak se asnjë vend i Evropës nuk ka marrëdhënie me Izraelin, të paktën marrëdhënie të mira qysh i ka pas. Pra këtë ka arrit Hamasi ta bëj? Këtë ka arrit gjithsesi, domethënë me sulme në Izrael, edhe pastaj me
ato me atë isha mujtë me qujtë me atë luftë e cila është ndodhë aty me ato 20.000 fëmijë të vrarë, normalisht që pjesa tjetër e botës nuk ka me nejë durë kryqët, nuk ka me pa Izraelin si një shtetë stabil në atë rajon. Në njëjtën kohë, Izraeli është të emri aspiratën e tij shumë vjeçare, i cila është tash e tutje. Gaza është një vend i pajetueshëm dhe për me u kthy në një vend jetueshëm ka me u dut shumë kohë, edhe nuk besoj që ata njerëz kanë me pas të mundshme me ndajt aty. Kështu që në fakt krejt çka i marrin ata njerëz aty është mbyllja e kufinit me Egjiptin. Për shkak se nëse edhe ai kufi ish hap, gjithsesi ajo pjesë e asaj zone do të ishte tashmë e pabanuar. Ja ku kemi edhe disa prej pamjeve që po gjithsesi kjo është në fakt çka po ndodh. Momentalisht. Për atë arsye, po besoj që të dy palët nuk janë të interesuar për paqe. Të dy palët nuk janë të interesuar për paqe. Krejt çka po duhen me bo është që me Trump me e marrë një pozicion të mire. Sidomos Izraeli, cili t'i konvenon jashtëzakonisht shumë kjo. Po, sepse nëse veç lidhemi me Kovaqin, shohim që një Izrael gjithmonë ka përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ma marrë parasysh pozicionin e Izraelit. Apo si çfarë qasje mund të kenë edhe vendet tjera apo gjithë bota për Izraelin? Shiko, këndvështrimi si e mund të japim kësaj. Izraeli ose manjakët zionist në Izrael i përqojnë agendës me të vërtetë, është e frikshme për një luftë tretë botërore. Ato i kanë ndërrojnë Izraelin e madh. Izraeli i madh nga Eufrati në Nil, në Mesdhe, kupton, janë me të vërtetë manjak sepse ecin me citime biblike, në fjalë janë edhe ata duan mjergull. Po do t'i japim, do t'jemi realist dhe t'i themi botës arabe, me të vërtetë ka qenë shumë gjak ftohtë, e kanë insistuar për një paqe afatgjat. Sheh zonës këtu në kohë. Në fjalë, janë edhe nuk kanë qenë indiferente, si janë 450 milionë arabë. Vetëm me të ecur në këmbë e gulfosin Izraelin, po deshën, po janë për paqe afatgjat. Mos të shkojnë ndërmjet izraelitëve, se me të vërtetë ato pse po kërkon Izraeli me të vërtetë ndërmjet Abraham Accord një paqe afatgjat me vendet arabe, sepse nuk ndihet e rehatshëm. Imagjinote sikur i thyen gjithë vendet arabe për një herë në kohë, me të vërtetë kur Izraeli do mbijetojë aty. Po ka qenë thjesht duan paqe afatgjat, Izraeli nuk e don, sepse don Izraelin e madh. Çfarë ndodh? Atëherë, nëpërmjet lobit evangelist dhe zionistëve në Amerikë, insistojnë me agjendat e tyre. Edhe kemi qenë pika shumë frikshme, edhe Trumpi vetë e thanë vetë në Knesset. Netanyahu tha, por pak se po na shkakon të luftën e tretë botërore, tha, aq budalla, aq manjakësh. Edhe është shumë e frikshme se çfarë agjenda shkan ata. Me fjalë, çfarë do ndodhi në Gaza, nga këtu këtej, po përpiqen të futen në fazën e dytë, e pikërisht këtu ta kanë thënë isha shumë skeptiku, ta thash para 10 ditësh që Izraeli me të vërtetë do të bëjë çmos, që ta prishte marrëveshjen. Ne kemi armë pushim përkohshëm, bëhet fjalë pas pastrimin e Gaza, bëhet fjalë po që kanë dalë sa shifra diku tek $70 miliard duhen për ta rindërtuar Gazën, $70 miliard. Tani kush në mbaj përgjegjësi për këtë? Izraeli? Krimi lufte Izraeli, kush do më? Jo, ja japin këtë si faturë gjithë vendeve arabe për ta rindërtuar edhe një Gazën. Po edhe për këtë nuk pajtohet Izraeli, kupton ti? Edhe i ka bërë damet, po edhe nuk dikush tjetër ta marrë faturën, pakën ta bojë që palestinezët kenë tokën e tyre, eci përpara. Këta du të bëjmë pyetje vetes, pse u sulmuan në 7 tetor në 48? Pse ata nuk sulmuan dikë tjetër, një shtet vizionar tjetër? Sepse këta kanë bërë një mënyrë sistematike, kanë patur një kamp përqendrimi, me fjalë kanë përdoruar një holokaust kundër, është një kompju, është bërë holokaust, shkoj ja bën holokaust dikujt tjetër. Këto kur nuk kanë për ta kuptuar, vetëm izraelitët mund ta bëjnë. Tani jemi ku jemi. Sepse kemi dhe ITA, pastaj kthehemi për të vazhduar me juve. Nëse ITA ka diçka për të reaguar këtu. ITA, të lutem? Po. Kam shoku parafolës që kur ka filluar atë bisedën e tij deri në fund, vetëm Izraeli manjak, i bëri budallënj, i bëri nuk e di se çfarë, por dua të them përpara se përdorim këto fjalë,
mendohu pak se ka ardhur në televizor dhe që të respektoj pak për mënyrën e të folurit, për mua do ishte shumë e rëndësishme. Por, unë dua të theksoj diçka që përmende përpara pse Hamasi nuk sulmon shtetet e tjera. Se disa gjëra që vërtet nuk kanë absolutisht asnjë realitet dhe nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Përmende 7 tetorin, përmende disa gjëra që bota i njeh, po ajo botë që i njeh është ajo botë e nivelit, nuk jam unë dhe nuk jeni ju. Në qoftë se Izraeli është zgjeluar. do të jap atë vetëm Mjaft pushtimit të tokave palestineze, mjaft pushtimit, pse pushtoni? Pse i pushtoni fshatrën? Ato i kenë në histori. Pse pushtoni tokat e huaja? Kush jeni ju? Ne kemi, kush jam unë, po ta shpjegoj unë kush jam unë. Unë jam popull që jetoj këtë realitet dhe ju... Jeton duke pirë gjakën në dikujt tjetër, tokën e dikujt tjetër. Pra, ja shiko mënyra se si flet, urrejtja juaj që prisim me urrejtje nuk mund të shikoni një Zotre Kovaçi, lutem pak konsiderat, sepse po flisni me një grua e cila është përballet me luftën për çdo ditë, kështu që lutem pak konsiderat. Puna juaj nuk mund të shohë një realitet, nuk mund të flasë një realitet, sepse në qoftë se shtetet e lindjes, bashkë me Macronin e Francës, i cili deri para një muaj donte shtetin e Palestinës, përse nuk e theksoi shtetin e Palestinës, përse nuk luftoi për shtetin e Palestinës ashtu si luftoi para një muaji gjysmë. Pse zonja Gani, pse nuk po luftojnë pra? Sepse në Gaza pa u zhdukur një Hamas, pa u zhdukur tunelet që janë nëntoksore. Ato janë pjesë e marrëveshjes plani 2 dhe i 3, marrëveshjes për paqe. Një sekond, pa u zhdukur Hamasi, nuk do të flitet për shtet Palestine,